Me provimin e lëndës me zgjedhje, maturantët kanë përmbyllur sezonin e maturës shtetërore 2026. Ata patën në dispozicion 2 orë 30 minuta për të zhvilluar tezën sipas lëndës që kishin përcaktuar në formularin A1Z. Kohë kjo sipas tyre mjaftueshme për ta zgjidhur gjithsesin. Para kamerës sonë ata u shprehën sot mbi nivelin e tij, por edhe preferencat që kanë për studimet e larta. Mirë, ishte mesatar. Në vështirësi ku hase? Kishte të vështira, kishte mesatar, ishte i përgjithshëm. Kë lëndë kishe zgjedhur ti? Biologjin. Se biologjin? Ke ndonjë? Por infirmeri. Vazhdosh infermierim, pra? Po. Nga gjithë provimet cili të duk më i vështiri nga gjitha këto që bëren? Jo, mirë ishin të gjitha. Mesatar ishin të gjitha. Si ishte testi? Ishte vështirë. Ti ku testove dhe cila lëndë? Psikologjia. Se ke zgjedhur këtë? Çfarë shkolle mendon që të vazhdosh? Më shumë isha dhe informatika, kohët e fundit. Si ishte provimi? Pak i vështirë. Kë lëndë dhe? Psikologji qytetare. Ti? Në psikologji dhe unë. Mendoj se ishte më e thjeshtë, por që pak e vështirë. Çfarë dege pretendon të zgjedhësh? Si e shikon? Të gjitha provimet e maturës shtetërore për shkollat e ZVA Gjirokastër Libohov u administruan në 3 qendra, të cilat ishin shkollat Asim Zeneli, Sir Shaplo e Koto Hoxhi. Në këtë provim morën pjesë 320 të rinj.